tani te S&P 500. Okej. S&P 500 është minus që nga fillimi i vitit. Është në ulje. Është minus për vitin? Është minus 0.1% diçka dhe minus 1% është. 1.3, 1.4. 1.3. 0.3% minus. 0.3, kështu e lexova dhomë. 32-33% plus. Disa herë edhe në Telegram që keni kujdes nga VIX-i. VIX-i do ishte shumë i ulur, ishte një zonë shumë e rëndësishme për mu, që ishte zonat e 35-40 të RSI-a e VIX-it. Edhe aty zakonisht unë po shikoja që ose medium caps nuk po tregtoj ose sektori teknologjik që ndikohet pak më shumë. Kështu që kjo 1.6% unë aty shikoja ulje diku të 6% të portfolio im edhe pse mos dal të mark profitin. Ke pasur një ecuri shumë të mirë nga bottom. Nga 7-8 9 por pastaj kemi filluar të tregtojmë dy valet kryesore që kanë qenë. Vala parë, kjo dipi i datën 30 që ndodhi këtu, pastaj valën e dytë kemi tregtuar tani dhe po shikojmë tani te vala 3 me ide që shkojmë te 6100. Kjo është çfarë po shikojmë ne tani. IZ që është testuar këtu, MAZ, dosha shkon pak edhe më thellë, prapë të ritestimi i kësaj 5600 këtu, shikon, kjo zonë që e qitë. Të gapi që formove dite. Të ky gapi këtu, deri zona 5700, 5600 e ca, dhe pastaj, edhe kjo të përshtatesh e perfekte me VIX-in. Zonën e VIX-it do të shikoni tani pak më mbrapa. Pastaj zonë për të blerë edhe për të mbushur shportën prapë, me idenë që shkojmë te 6100 dhe të marrim 6% të S&P 500. Shpresa ime dhe që ne të Discordi, antarët të tjerë të Telegrami që janë falas, të marrim diku të 10-15% të tjera këtu, me këtë rritje me seleksionime të mira të aksioneve. Sepse mund paroj sezoni veror deri këtu, ka fundi mezi, fundi qershorit, dhe pastaj a do vazhdoj për më lartë tregu, dhe themi një eufori të jashtëzakonshme, ose do bëj një farë konsolidimi tjetër këtu, dhe shkojmë për më lartë. Por mundësia jonë ideale është e kjo zona që përcaktojmë tani. Është atë kjo zona këtu që jemi tani, sepse kemi Nvidia që do vi javën tjetër dhe FOMC, minutat e FOMC-s, Bankës Qendrore Amerikane, diskutime që janë bërë në takimin e kaluar, ose me ndim më thellë ke zona 5700 që ne na intereson që të shikojmë tani asete më të mira që mund të ringjallën edhe të vazhdojmë për më lart, që të ndërtojmë një portfolio dhe themi më të zgjeruar. Sepse në këtë rritje unë kisha diku të 18 aksione që po i maja, shita këtu, ribleva 10, fitova prapë te kjo rritje të aksionet e mia, dhe mund t'i shes gjitha ato prapë dhe të rrim prapë me 10-15 aksione të reja të kjo botëm këtu të 5700 ishte shumë e mirë për tregun. Do korespondonte edhe me 50 RSI, të zona 50 të RSI dhe me një bounce të kjo zona këtu për një ecuri të mirë të treg. Edhe RSI më duket shumë e mirë. Dishe një overextension 10% të tjera dhe prapë ideja këtu është që ne ta mundim S&P 2 herë ose 3 herë. Jep 9% e marrim 20 ose 30. Kleo, diçka për çtu këtu? Jo, unë shikoj njëjtën analizë, diçka që ne i ndajmë të dy, kemi të njëjtat mendime se zakonisht edhe kur marrim mendime në treg për shembull, pyesim njëri tjetrin, njëri thotë si ti bëj, si ta bëj këtë rast, si mendon. E unë të njëjtën gjë, ashtu edhe me grupin në Discord kemi njëjtat mendime, kështu që se do të edhe një gjë tjetër këtu që kam bërë ca komente jo flet për shumë skenare. Ideja këtu është si lidhet çmimi me fundamentals. Si lidhet çmimi me faktin që të dalë Nvidia dhe flasim mas 3 ditësh. Ose mas 4 ditësh. Si do lidhet ky çmim? I bin që ideja këtu është që unë çfarë parashikoj në mendjen time në anën vizuale është që mund kemi ndoshta një shitje
3 ditët e para deri datën 28 deri këtu dhe pastaj ringjallje me Nvidia që shkojmë deri këtu. Këtë ishte perfekte. Prandaj po shikoj këtë skenar, edhe flas për skenare që lidhet me fundamentals, me anën e ngjarjeve kryesore dhe ekonomike. Se lëviz çmimi veç, nuk do të ketë një katalist, një shtys. A do jetë Trump? Ka disa persona për shembull që tregtojnë me analizë teknike, ka disa që tregtojnë vetëm analizë fundamentals, me analizë themelore. Idealja ose këshill që do jepja unë është që të tregtoni me kombinimin. Ajo do ju jepte probabilitet më të lartë fitore. Po, tash në 50-60% të rasteve jemi të saktë, nuk ka njëri me 99%. Këta që komentojnë ashtu, këta kanë rënë prej mashtrimeve dhe do bien prej mashtrimeve se do vazhdojnë të jenë viktima të tregut. Që mos e vranë një fare. Jo, në rast ata kanë prej vetimeve të veta, kjo është prej keqja, sepse mund të ketë vetuar 1, 2, 3 dhe do ju humbi të gjitha shumë shpejt. Sepse kemi provuar edhe vetë që kur lëmë lehtë ose kur kujton se sakt gjatë gjithë kohës që tregu do shkojë siç e parashikon ti, aty janë ato ku bën humbet më të mëdha. Sepse edhe kur je në humbje thua, po unë besoj analizës time dhe do vazhdoj të shkoj deri $, pastaj shumë shpejt. Besoj se kam bërë 270% në kripto këtë vit edhe 35% stocks kapitale. Normal. Nuk besoj, janë shumë të rralla ato që janë atë në pozicion që thënë që kanë bërë 80% në aksione, sidomos. Pastaj në kripto nuk e di se ndoshta ka kapur ndonjëri llotarin me një meme coin dhe thënë që kanë bërë 5000%, por do toja një gjë tjetër që do shtoja këtu te pjesa skenarëve, që to kuptojnë edhe dëgjuesit se është shumë e rëndësishme kjo pjesë, që në anën tjetër unë nuk është që nuk jam i pozicionuar në treg. Okej? Jam i pozicionuar te disa asete që janë tani në profit. Okay? Ideja këtu është që edhe po që hecën tregu për më lart, direkt, pak te dip, unë prap fitoj. Edhe kjo është arsye pse unë kryej skenare dhe e fuz veten time që në një situatë që sido që ndodhi, unë do fitoj diçka ose do dal me një humbje shumë minimale në treg duke analizuar skenaret. Dhe kjo më bën mua që të jem, le të themi, fitim prurs afat gjatë. Do i bën që çdo 3 muaj, çdo 1 vit, çdo 2-3 vjet unë e di që kam profit në fund të vitit duke analizuar në këtë mënyrë. Pjesa fundit është që skenari të lidhur me fundamentals do ndihmoj që ti të shikosh pse do lëvizit çmimi aty. Pse do lëvizit çmimi? Sepse çmimi nuk mund lëvizi kot. Ka një faktor ekonomik, ka një faktor shtys që e lëviz çmimin, si të asetet individuale, kur një aksion, le të themi, merr një kontratë të re dhe ka një shtyrje për më lart, dhe te tregu i përgjithshëm mund të ketë faktor politik, makroekonomik, mund të ketë faktor të tjera, taksash, ulje, këto që do lëvizin çmimin. Dhe kjo ka ndodhur ja këtë javë. Ne kemi parashikuar që duhet të ishte çmimi pak më i ulët, ka ndodhur, po ka pasur faktor pse ka ndodhur. Ndoshta unë nuk bëhem i qartë duke shpjeguar çdo gjë sepse bëhet shumë e gjatë video, të çdo detaje që kam unë në menjën time ta shpjegoj, po skenaret janë të lidhur me eventet kryesore, si do eci tregu. Pozicionimi im nuk ka të bëjë me eventet, pozicionimi im ka të bëjë me seleksionimet individuale të aksioneve. Do shikoni ndryshimin pak më mbrapa. Sepse do të flasim për ca në aksionet që kemi trajtuar këtë javë, dhe pse kanë hedhur ato. Po, eksakt. Kështu funksionoj unë të paktën, lidh të dy analizat, lidh katalistët kryesor, kjo më ka bërë që të jem, le të themi, succession deri tani dhe me parashikimet. Kjo është arsye pse kemi 1300 anëtar të Telegramit, kjo është arsye pse po ndërtojmë gjërat e tjera tona dhe kemi pasur prova pafund të themi suksesit ton si në kompeticionet e tjera, por edhe vetë të akallet tona personale. Edhe kjo do të thotë që ndoshta na vin ndonjë shitje këtë javë për arsyet fundamentale, Nvidia ose gjërat e tjera që mund të ideja më e mirë domethënë është që ata që ka pozicione të hapura i mbyllin para Nvidia earnings për të ulur probabilitetin ose riskun për gjëra të çmimit.
Edhe mund blej prap kur Nvidia të nxjerrë earning pozitive ose pak para se Nvidia të nxjerrë earnings. Kështu që për instance kemi një ulje këtë javë. Fillimet të javës ndoshta. Edhe te kjo do shikoja që se kjo është ndryshimi që te S&P ka testuar te zona 20, edhe te kjo kemi te gap fill që mund ta bëj këtu. Unë personalisht nuk I përdor shumë gap fillet, po te këta të tjerë po dorin dhe në këtë për këtë arsye unë edhe e analizoj. Më ndodhi deri këtu dhe pastaj bëjmë këtë valën për all time high prap. Kjo do ishte perfekte. Një indeks që unë shikoj ose të kishe dëshirë të madhe që të ringjalleshe, sepse këtu mund bëjmë ato profitet të jashtëzakonshme që kemi bërë ose kam bërë unë në vitin 2020-2021 me rritjen e tregjeve atëre. Ishte pak a shumë si alt season, kur pati alt season 2020-2021 kripto dhe atëre unë kam bërë kapital të madh me altcoins, kështu që këtu do pozicionohem unë për valën e dytë e vitit, po që kemi atë rritjen edhe ulje norma interesi. Kjo desh diçka që Kleo ta mbaj si shënim që do të bëjmë small caps në valën e dytë të vitit, po që kemi një ekonomi të mirë. Por s'besoj që do ta harroj unë. Kemi këtë rritje, kemi këtë dipin, ja shikon që gjem prap pak a shumë të gjej supportin tek zona këtu, të 2000-shja, sepse unë këtë shikoj kompani që besoj që kompani individuale do shikoj më shumë. Do vitin ndoshta tek zona këtu, në thyrje të kësaj zone viz trendi. Indeksi ndoshta do lëvizet para kompanive individuale, dhe unë do pozicionohesh te kompani individuale që shkonte për një rritje, dhe do shikoni arsyen pse. Për një rritje diku te kjo dhe biotech dhe healthcare. Këta janë dy tre sektore që përshikojmë. Edhe energjia. VIX tani është shumë, ka qenë shumë I shitur, ose shumë I ulët, dhe ako shikoni që javën e kaluar mund të shikoni videot. Që shikoni javën e kaluar që VIX-i shumë I ulët. Kemi nëse nuk rritet ka diçka që nuk shkon me ekonominë. Po. Ashtu është, sepse duhet normalizim. Ky erdhi më thot mua në mëngjes, VIX-i do rritet sot, do jetë mundësi e mirë për ta luajtur, pastaj mbas dite më thot, shikon doli, po pse luajti tash? Po se VIX-i është në kontrata dhe është shumë problematike. Ja, po dhe për shkak kohës, ndoshta neglizhencë. I thash dje që do kemi short të S&P, hyra të një short vetëm të S&P dhe e thash kemi dhe VIX dhe Nasdaq që mund ta tregtojmë short. VIX long, po Nasdaq short. Ç'është e vërteta, mua VIX-i më pëlqen më shumë ta bëj short. Është në all-time highs ose në ato nivele shumë të larta se sa ta blej long. Sepse është më vështirë, është më lehtë të parashikosh që do bjerë se sa kur do rritet. Edhe mund ta ngjeçësh portofolin tënd te VIX-i me muaj të tërë si ishte 2024. Sepse e kam parë VIX-in në këtë situatë dhe kam dashur që mos të humbas profitin që kisha akumuluar. Dhe ja ku e shikoni këtë rritje. Javën e kaluar mund të shikoni videon, jo të plotën, s'ke nevojë, mund të shikoni vetëm atë pjesën që është për aksionet, parashikimet tona për stocks, edhe mund të shikoni analizën tonë për VIX-in aty. Do të flisja për aksionet që kemi trajtuar këtë javë, më të mirat, ca tjera që kemi pasur pak probleme, dhe pastaj ndoshta ndonjë ide të re. Ke pasur javën e kaluar, le të themi, ringjalljen e sektorit të energjisë që fola unë. Kjo ishte një nga aksionet që kam trajtuar unë. Unë kam trajtuar nga kjo vala që kjo zona këtu, për televizin e parë, pati shitjen, u detyrova ta shisja këtu me paratë mia pak a shumë, dhe rihyva të ejnëten te kjo bounce që filloi, edhe jemi diku te 42% për 2 ditë te kjo, dhe për rimer tani në zonat e all time highs ndoshta. Arsyeja katalistika që qenë fakti që ka pasur një marrëveshje me ose Amerika dhe Trumpi po shtyn për të krijuar energji nukleare, dhe kjo do marrë ndoshta ndonjë marrëveshje ose ndonjë kontratë se është një kompani më të mira, dhe që ofron një shërbim real në botë, sepse mund të traktoni kriptot, mund të traktoni asë dhe tjera, po
nuk ofrojnë këtë lloj shërbimi. Siç e kemi thënë, çdo gjë në këtë botë duhet krijojë vlerë. Përderisa nuk krijojmë vlerë, nuk kemi në kapitalizëm, kështu që gjithmonë duhet të kërkojmë kompani që krijojnë vlerë për shoqërinë. Edhe këto janë ato që kanë rritjet më të fuqishme dhe më stabile. Kjo ka qenë. 1% është që nga 20%, që nga $20, e paket të divi në fundit. Unë kam trajtuar 2 valë, thëmë drejtën. Vala parë ka qenë nga data 9-10 prill, këtu deri te data 30, te kjo zona këtu. Dhe pastaj nuk e kam trajtuar këtë valën e dytë, kam kapur pardje këtë lëvizje nga kjo zona këtu në bottom, diku te 35 euro. Këtë vit apo këto kohë të fundit? Jo, që ka dipi fundit në prill deri dje. Po, ka qenë diku te 86% rritje. Po unë vetëm pardje mora 37%, kurse kjo periudha tjetër ka qenë pak e vështirë dhe unë hyra te kjo vala. Kam hyrë te kjo vala këtu, që se ia prapë te quantum computing, ka qenë një tjetër që ka shpërthyer 2-3 herë, që kemi trajtuar. Fillova që të bleja pak në Reddit, se thash ishte pak si shumë i shitur më duk, kam blerë me 2 valë, 25% këtu, dhe pastaj këtë valën tjetër këtu për lart, ku jemi tani, kam rihy prap. Shita dhe një tjetër këtu me 10% dhe pastaj një valë tjetër kam hyr prap. Hyra pak me vonesë ose rihyra pak me vonesë e shita, kisha pak më herët me së të rinë, 90 për një humbje. Paktën kapa këtë valën kryesore këtu në fillim. Të së të rria, Coinbase ka qenë një tjetër që unë ka pasur probleme sepse u shit kripto dhe nuk u rikuperu të premte. Kemi pasur dhe Tesla që ka ecur mirë. Keni këtu aksionet që kam pasur. Do bëj një video veç për këto pjesë dhe performancën time mujore në fund të muajit, që të shikoni çdo gjë që kam bërë si lëvizje, po besoj se